kundërligjshme me kushtetutën. Grupi për studime juridike dhe politike ka shprehur shqetësim serioz për vendimet e qeverisë në detyrë në mbledhjen e mbajtur dje më 12 gusht. Përmes një komunikate për media, GLPS i ka cilësuar vendimet e kundërligjshme duke qenë se shumica anëtarëve të qeverisë në detyrë janë mbetuar si deputet të Kuvendit të Kosovës. Në rrethanat aktuale, vazhdimi i ushtrimit të kompetencave ekzekutive është i papranueshëm dhe ngre çështje serioze të ligjshmërisë së vendimarrjes së qeverisë në detyrë. Duke u bazuar në nenin 72 të Kushtetutës, nenin 26 të ligjit për qeverinë dhe aktgjykimin e Gjykatës Supreme, P.A.Nr. 09/2025, në secilën prej tyre ndalohet ushtrimi njëkohshëm i funksionit të deputetit dhe anëtarit të qeverisë. Këto kufizime nuk mund të anashkalohen përmes interpretimit politik, por janë garanci të drejtpërdrejta të parimit të ndarjes së pushteteve dhe të funksionimit të kontrollit dhe balancës ndërmjet pushteteve. GLPS më 6 gusht 2026 ka njoftuar si është drejtuar zyrës së kryeministrit me kërkesë të dokumentacionit që dëshmon nëse anëtarët e qeverisë në detyrë të zgjedhur deputet kanë dhënë dorëheqjen nga funksionet ministrore. Sot shënu dita 7 e fundit të afatit ligjor për përgjigje dhe GLPS pret që ZKM-ja të përmbush detyrimin ligjor dhe të sigurojë transparencë mbi këtë çështje. Nga ana tjetër, avokati Anton Drejca i tha se vendimarrja e jashtme e qeverisë në detyrë është e kundërligjshme dhe nuk mund të normalizohet. Atë natyrisht që është vendim i kundërligjshëm dhe kundër kushtetues, sepse edhe kushtetuta përcakton mandatin dhe mandatin e një qeverie me largim apo një qeverie me detyrë. Sikur që e kemi situatën tani. GLPS u bën thirrje anëtarëve të qeverisë